Studiuesi dhe albanologu i njohur Mark Palnikaj prej vitesh është fokusuar në zbulimin dhe studimin e dokumenteve të vjetra shqipe, përmes të cilëve ka gjetur prurje të reja për gjuhën shqipe dhe ka realizuar mjaft shkrime e libra në lëmin e historiografisë. Si një nga studiuesit më të zellshëm të dokumenteve të hershme shqipe, Palnikaj prej 15 vitesh ka vazhduar kërkimet në arkivat italiane si në Vatikan, Venecia, Napoli, duke zbuluar një sër dokumentesh të cilat plotësojnë thesarin e historisë shqiptare të mesjetës. Një nga kërkimet më të suksesshme nga Palnikaj është zbulimi i një dokumenti që i përket vitit 1652 në bibliotekën komunale Romolo Spezioli në qytetin e Fermos në Itali. Studiuesi Palnikaj sot ishte në Tetov. Sot në Tetov, pra në Maqedoni, e kemi Mark Palnikajn, një studiues i historisë, i gjuhës, i cili ka qasje edhe në arkivin sekret të Vatikanit, ku ka zbuluar njohuri të reja lidhje me gjuhën shqipe dhe në lidhje me shkollën shqipe, historinë, Skënderbeun, e tjera e tjera. Unë kam gjetë në arkivin sekret të Vatikanit, për shembull dokumenta shumë interesante për dioqezën e Shkupit, një relacion për shembull vit 1670, 25 faqe, që Pjetër Bogdani thotë relacion eksakt, thotë edhe përshkruan aty dioqeza e Shkupit, më tregon se si e ka pas emrin Lumje, si ka qenë Shkupje, si e ka pas emrin, si është tjetërsuar, e tjerë, dhe për dioqezën, për ato Ohrin, dhe ato dokumenta, ato janë të vdekura, në qoftë se nuk publikohen, dhe në qoftë se nuk i marrin shqiptarët dhe me i komentuar, ato janë një gjë vdekur, nuk vlejnë. Dhe une në televizione shqiptare kam folë vazhdimisht për këto, keqëm vjen që sidomos në Kosovë, që i kam marrë rreth 6.000 faqe mu kanë bërë tash për Kosovën, nuk kanë ardhur, nuk janë interesuar me i botua. Unë po i botoj një pjesë, një volum dikun 700-800 faqe ose 1.000 faqe, do mundohem që i botoj, por janë një qime floku, janë shumë pak ato që bëjnë. Institucionet e Kosovës nuk po bojnë. Për Maqedonisë nuk i akuzoj, sepse në Maqedoni ka shumë shqiptar patriot, por nuk e kanë shtetin dorë dhe nuk janë zot me bë nga ana zyrtare. Studiuesi Mark Palnikaj, që prej vitit 2015 ka kryer kërkime në arkivin e Venecias, Padovas, Loretos, Fermos, Grota Ferratës, Napolit për të zbuluar dokumente historike që hedhin dritë mbi historinë e Shqipërisë. Gjatë këtyre viteve, Marku ka arritur të publikojë rreth 3.000 faqe dokumente dorëshkrime nga arkivat italiane.